Të nderuar, sot qeveria I dha dritë jeshile ligjet për përfaqësim të drejtë dhe adekuat, një reform historike që jep përgjigje një çështje të hapur prej më shumë se 2 dekadash. Ky ligj është fryti I një procesi serioz të përgjegjshëm dhe gjithëpërfshirës, në të cilën janë marrë parasysh standardet më të larta juridike dhe demokratike. Përfshirë edhe opinionin e Komisionit të Venecias, si dhe rekomandimet e tij gjatë finalizimit të zgjidhjes ligjore. Me këtë vendim, qeveria konfirmon përkushtimin e saj për ndërtimin e institucioneve funksionale, të drejta gjithëpërfshirëse dhe të mbështetura në vlera dhe standarde evropiane. Sot po mbyllet një boshllëk I gjatë institucional dhe po hapet kapitulli I ri I garantimit të barazisë dhe përfaqësimit dinjitos për të gjithë qytetarët. Počituvani, deneska vladata I dade zeleno svetlo na zakono za pravična I soodvetna zastapenost, istorijska reforma koja dava odgovor na prašanje otvoreno poveke od 2 deceniji. Ovoj zakon е плод на сериозен, одговорен и инклузивен процес, во кој се земени предвид највисоките правни и демократски стандарди, вклучувајќи го И мислењето на Венецијанската комисија, како И низините препораки при финализирањето на законското решение. Со ова одлука владата ја потврдува својата посветеност за градење функционални, правични, инклузивни институции, засновани на европски вредности и стандарди. Денес се затвора долга институционална празнина и се отвара ново поглавје во гарантирањето на еднаквост и достоинствена застапеност за сите граѓани. Në vazhdim do të ftoj edhe zëvendës kryeministrin e parë të Republikës Maqedonisë së Veriut dhe njëherët ministri I çështjeve evropiane, Bekim Sali, që të na flasë për rëndësinë dhe objektivat e këtij ligji. За повеќе околу содржината, значењето И целите на овој закон, зборот му го давам на првиот заменик председател на владата и воедно министер за европски прашања, господинот Беким Сали. Повелете. Урдране. Faleminderit Svenera, të nderuar të pranishëm, siç u tha sot, qeveria e Maqedonisë së Veriut e miratoi ligjin për përfaqësim të drejtë dhe adekuat, duke përmbyllur një proces të rëndësishëm që ka kaluar në disa faza dhe që është ndërtuar me kujdes edhe pas opinionit të Komisionit të Venecias. Parimi kushtetues I përfaqësimit të drejtë dhe adekuat ngrihet në nivel të materjes ligjore dhe si I tillë obligativ për të gjitha institucionet shtetërore. Pas vendimit të gjykatës kushtetuese për shfuqizimin e balancuesit, u bë edhe më e qartë se shteti nuk mund të vazhdojë më me zgjidhje të pjesshme apo me mekanizma të përkohshëm. Duhej ligj. Dhe sot, pas gjithë këtij procesi, ne kemi një ligj të tillë. Ajo që sjell ky ligj është se për herë të parë përfaqësimi I drejtë dhe adekuat nuk mbetet vetëm parim I përgjithshëm, por bëhet detyrim ligjor për institucionet. Pra kemi ligj. Po ashtu, ligji vendos mekanizma konkret për zbatimin e tij, respektivisht bëhet avansimi I dukshëm I përfaqësimit të drejtë dhe adekuat. Ligji parasheh krijimin e trupit koordinues për ndjekjen e përfaqësimit të drejtë dhe adekuat me vendim të qeverisë. Ky trup do ta ndjek, monitorojë dhe garantojë zbatimin e ligjit në praktikë. Kjo është shumë e rëndësishme sepse pa një hallk të tillë përgjegjësie, çdo ligj rrezikon të mbetet formal. Njëkohësisht, ligji parashikon që në afat prej 6 muajsh pas miratimit të ligjit të bëhet harmonizimi I legjislacionit përkatës dhe të aprovohen aktet nënligjore ku do të rregullohen detajet e implementimit të ligjit. E gjithë kjo do të mundsojë që kjo çështje të mos mbetet e izoluar vetëm në një tekst, por të reflektohet në të gjithë sistemin institucional. Një nga synimet kryesore të kësaj zgjidhje është edhe mbyllja e hapësirës për paqartësi, improvizime dhe keqpërdorime që në të kaluarën kanë prodhuar probleme dhe mosbesim. Pra, po vendoset një qasje më e qartë, e kontrollueshme dhe më serioze.
Влен të theksoj se ky ligj e mban vullën e Komisionit të Venecias. I njëjti është përpunuar dhe harmonizuar pas mendimit pozitiv dhe rekomandimeve të njëjtit komision. Kjo do të thotë se sot nuk kemi një tekst të sjell me ngut, por një zgjidhje që ka kaluar filtr serioz juridik institucional. Të nderuar, ky ligj ka një qëllim të vetëm: administrata të jetë shërbim i vërtet për të gjithë qytetarët, e ndërtuar mbi dije, profesionalizëm, përgjegjësi dhe integritet. Ne nuk ndërtojmë institucione serioze duke lënë boshllëqe, por duke vendosur rregull dhe përgjegjësi. Me këtë ligj, ne po vendosim balans dhe njëkohësisht po hedhim themelet e një administrate profesionale, transparente, moderne dhe të fortë multietnike. Një administratë e fortë nuk është në interes vetëm të një bashkësie, ajo është në interes të çdo qytetari. Kur institucionet janë të drejta dhe efikase, përfitojnë të gjithë qytetarët e vendit. Vëmendje e veçantë i kushtohet përmirësimit të përfaqësimit të qytetarëve që u përkasin komuniteteve të nënpërfaqësuara në organet shtetërore dhe institucionet e tjera të sektorit publik, ku kualifikimet, profesionalizmi dhe kompetencat janë kriteri parësor, ndërsa përkatësia në komunitetin e nënpërfaqësuar mund të merren parasysh vetëm si kriter dytësor, në rastin e kualifikimeve dhe kompetencave të barabarta të kandidatëve. Kjo është mënyra si forcohet besimi mes qytetarëve dhe mes bashkësive. Dhe kjo është mënyra si forcohet vetë shteti. Pas miratimit të sotëm në qeveri, ligji do të procedohet në kuvend. Ne presim debat serioz, me argumente dhe me përgjegjësi, sepse bëhet fjalë për një çështje që i duhet shtetit dhe që është dashur të ketë zgjidhje shumë më herët. Me këtë ligj po vendosim rregull, po krijojmë bazë që institucionet tu shërbejnë të gjithë qytetarëve me drejtësi, seriozitet dhe barazi. Faleminderit. Poštovani prisutni, kako što beše kažano, danas vladata go usvoji zakon za pravična i soodvetna zastapenost, со што се заокружува важен процес кој помина низ неколку фази и кој беше внимателно изграден и по мислењето на Венецијанската комисија. Уставниот принцип на правична и соодветна застапеност се издигнува на ниво на законска материја и како таков станува задолжителен за сите државни институции. По одлуката на Уставниот суд за укинување на балансерот, стана уште појасно дека државата не може повеќе да продолжи со делумни решенија или со привремени механизми. Потребен беше закон. И денес по целиот овој процес ние имаме таков закон. Она што го носи овој закон е дека за прв пат правичната и соодветна застапеност не останува само општ принцип, туку станува законска обврска за институциите. Значи имаме закон. Исто така, законот воспоставува конкретни механизми за негова примена, односно се прави значителен напредок во правичната и соодветна застапеност. Законот предвидува формирање на координативно тело за следење на правичната и соодветна застапеност со одлука на владата. Ова тело ќе го следи, мониторира и ќе го гарантира спроведувањето на законот во пракса. Ова е многу важно, бидејќи без ваква алка на одговорност, секој закон ризикува да остане само формален. Воедно, законот предвидува во рок од 6 месеци по негово донесување да се изврши усогласување на релевантното законодавство и да се донесат подзаконски акти, со кои ќе се уредат деталите за имплементација на законот. Сето ова ќе овозможи ова прашање да не остане изолирано само во еден текст, туку да се рефлектира низ целиот институционален систем. Една од главните цели на ова решение е и затворање на просторот за нејасноти, импровизации и злоупотреби кои во минатото создава проблеми и недоверба. Значи се воспоставува појасен, поконтролиран и посериозен пристап. Вреди да се нагласи дека овој закон го носи печатот на Венецијанската комисија. Истиот
е изработен и усогласен по позитивното мислење и препораките на оваа комисија. Тоа значи дека денес немаме текст донесен на брзина, туку решение кое е поминало низ сериозен правен институционален филтер. Почитувани, овој закон има една единствена цел – администрацијата да биде вистински сервис за сите граѓани. Изградена врз знаење, професионализам, одговорност и интегритет. Ние не градиме сериозни институции оставајќи празнини, туку воспоставувајќи ред и одговорност. Со овој закон воспоставуваме баланс и истовремено ги поставуваме темелите на професионална, транспарентна, модерна и силна мултиетничка администрација. Силната администрација не е во интерес само на една заедница. Таа е во интерес на секој граѓанин. Кога институциите се правични и ефикасни, сите имаат придобивка. Посебно внимание се посветува на подобрување на застапеноста на граѓаните кои припаѓаат на заедницата што се подзастапени во органите на државната власт и другите институции од јавниот сектор. При што квалификациите, стручноста и компетентноста представуваат примарен критериум, а припадноста кон подзастапената заедница може да се земе предвид само како секундарен критериум во случај на еднакви квалификации и компетентност на кандидатите. Ова е начинот на кој се зајакнува довербата меѓу граѓаните и меѓу заедниците. И ова е начинот на кој се зајакнува самата држава. По денешното усвојување во владата, законот ќе биде проследен до собранието. Ние очекуваме сериозна дебата со аргументи и одговорност, бидејќи станува збор за прашање што му е потребно на државата и кое требаше да се реши многу порано. Со овој закон воспоставуваме ред, создаваме основа институциите да им служат на сите граѓани со правичност, сериозност и еднаквост. Ви благодарам.